Po unë e dua shumë Korçën, realisht. Edhe është qytet me energji shumë të mirë. Qytetari ka ato vendet e veta të vogla, tipikisht Parisi i vogël. Korça nuk ka ndryshuar në kuptimin e mentalitetit, megjithëse është bërë riciklimi si kudo në gjithë Shqipërinë. Unë jam një brez që jam i përkas viteve para viteve 90 dhe unë e ndjej ndryshimin në njerëzit sepse nuk shikojmë ata që ishin, por gjithsesi edhe ata që janë larguar kanë lënë rrënjë të forta në edukatën, në qytetarinë dhe në mikpritjen korçare. Kështu që ju e ndjeni, besoj se e ndjem, si do e krahasoje, pra Korçën që ti ke njohur në vitet e tua të para të jetës me atë që gjen tani në këtë moment. Po dëgjoj, ishin edhe dy kohë të ndryshme, dy mentalitete të ndryshme. Patjetër, edhe regjime. Po të regjime të ndryshme, kështu që sido që të jetë ndryshimi është drastik. Sepse flasim për një kohë shpirtërore dhe flasim për një kohë interesi. Një kohë materialiste. Kështu që për atë kohë ishin gjithë të mirat. Për të kohë janë gjithë të mirat, por përveç materjes. Domethënë vazhdon serenata, vazhdon mikpritja, vazhdon ushqimi mirë, vazhdon ajo që shumë njerëz tak në këtu në Tiranë që kanë 15 ditë që jetojnë, më thonë që do ikin në Korçë sepse atje ndjehem mirë me nënën, ndjehem mirë me motrën, ndjehem mirë me gruan, me fëmijët, gjë qetësi absolute. Dhe kjo më vjen mirë që ne kemi mbajtur të qytetari dhe në Korçë vërtet vjen pas një lloj frike se kush e di se çfarë mund të ndodhë. E vërtetë që edhe ai i ftohtë i Korçës është i këndshëm. Është i këndshëm sepse e planifikon që në mëngjes çfarë do vesh. Këtu në Tiranë nuk e parashikon dot vërtet. Në drek, në darkë do. Po sidomos ajo periudha e pranverës është e tmerrshme në Tiranë. Ti nuk e kupton dot, nuk di çfarë të veshësh. Ngrohtë. Edhe të kthehet jeta në stres total. Nuk e di nëse e kam thënë përpara, kam përshtypjen që e kam thënë. Dhe gjithmonë përfundojmë duke folur për Korçën, kjo tregon. Gjua shkopu dhe vëndi, gjua. Që në kam bërë gjumë më të mirë në jetën time, të paktën nga ai sa mbaj mend, ka qenë në Korçë. Pas atij jeta ime është kthyer të merr. Sepse nuk ka lagështir siç mund të ketë Tirana. Është jashtëzakonisht. Është lagështira që është e para dhe fundit, ajo është. Po bën 6 orë gjumë dhe në rregull, ë? Po, është e vërtetë. Edhe shumë artistë nxjerr ai qytet. Shumë. Dëgjoj, një i njohur yt, shoku yt, ndoshta kur ishte këtu i ftuar i tha që do të gjejmë burr nga Korça, tha po. Kush mo? Kush ka qenë? Endri ka qenë? Jo, Ariani. Cili Arian? Dredhasi. Shoku ton, po të na shikoj Johnny, Loni. Sa kështu. Si është kjo historia? Me Lonin jemi shok të vjetër. Jo vetëm që jemi shok të vjetër, po jemi shok lagje, shok shkolle, shok mentaliteti. Bashkë kemi qenë në Greqi. Bile kemi të fortë se sa kishte bërë një makinë të re atëherë në Greqi. Edhe po ecim, mi po kujtonim të filmat e vjetër se ne jemi shumë fansat filmave të vjetër. Jeni çikeretro ju. Para viteve 90. Po ecim do futeshim diku në një buzuk, do shkonim për kështu për takuar një mikun ton, e nuk e pa një çën trotuar i madh. Po diskutonim për këtë, ishte filmi Gjithë pasion. Po, ishte filmi Lulkuqja mbi mure, edhe ishte Kadri Roshi, ishte "O Loni", i thiste, thira unë "O Loni". Profesori. E kur i futet trotuarit. Po çfarë bëre O Loni? Ata dolëm ja shikoni be. Edhe mbeti kështu historia po, jemi shok të mirë të vjetër. Tani si është ajo puna e lagjës 12? Aty janë rritur artistët që njohin në sot. Aty është ajo situatë. Djemtë rrugës. Djemtë Liverpoolit, që është një modi për Beatlesat, edhe ne jemi djemtë rrugës të lagjës 12. Lagjës të rrugës veteranët. Po, atje ishim 3. 3 artistë dolën që atje, Ariani, që ishte në fund bulevardit, unë isha në mes të rrugicës. Dhe lart ishte Endri Prifti. Po, janë 4 se... Edhe Stefi, vllai. Po, ai nuk ishte brezion. Po, ata llogariten në një të vetë. Po, ata janë pizza plus një pi energjike. Falas. Po, Stefi nuk ishte brezion, kështu që pak kemi vënë Stefin, ishim të 3 që ishim 3 muskëterët. Ata në fakt ishin shkolla mësojnëtore, nuk ishin në lice siç ishte unë që në klasë të parë. Ata pastaj erdhën në vit të parë gjimnas. Endri erdhi për oboe, Ariani erdhi për kontrabas. Unë isha që në klasë të parë të shkollat e tatash, kërkoj i prisja atje domethënë, mytë e berët. Po që vitet bukura, shumë vitet bukura, vitet sinqerta, vite me shumë pasion. Ne atëherë dhe ishim me çikë europianë në dëgjim, domethënë, okay, dëgjojmë këngë shqiptare, po nga që ishte ajo gjëja që mungonte, kënga e huaj.
Edhe më shumë ishim dëgjime të këngëve tua, që janë Elvis Presley, Bee Gees, Dire Straits e tjerë. Se jam kurioz, nga ku I dëgjoni këto këngë të huaj ju? Rrotullonit antenën, si e bënit? Po jo, Korça njëherë ka qenë herët, shumë herët, nga Amerika, sepse kemi patur shumë njerëz në Amerikë. Në 3-4 shtëpi 2 kishin në Amerikë njerëzit, më kupton? Kështu që po të vjen në Korçë në ato vite kishin shumë njerëz që visheshin me rroba amerikane, një nga ata isha unë. Kështu që edhe informacionin e kishim nga ata, domethënë që ishim në touching. Korçarët e gjenin informacionin nëpërmjet tyre, kështu që ishim avangard në këtë pikë. To rrobat amerikane I jepje me shëraja, jepje shokëve. Jo, kam çik problem se janë vigjeresh në shenjë dhe po mi veshë një herë ti kanë falur, nuk I dua më. Jo sa atëherë kështu funksiononte, nga çam kanë treguar mua. Jo, unë po, në Maçik Xhupin se do shkoj në orë 5 të kap. Kishte një takim të kap violën ose do vetëm pushim të madh të shkoj violën, jo, valla, nuk bë. Nuk. Me çfarë duash thesha, po e more ta jap ta fal. Se unë kam zemrën e gjerë kështu, po ma more, nuk e kam problem. Duket kjo patjetër, kjo historie së kaluar si jep shpjegime dhe këngës së re unë xhelozoj, është territorial, kështu si në. Po, jam territorial si natyr, po. Po nuk jam Gjirokastrit, ë? Po ti je Korçar. Jo, ti nuk je Korçari të buar, ti je Gjirokastrit. Unë. Po, gjysëm. Po, pra. Gjysëm. Është një di shumë për Gjirokastrit, po tha njëri për shembull, kot po themi tash. Unë katë 5, e Gonin katë 4. Goni nga Gjirokastra. E dalu nga balkoni them, e Gon. Tash e Goni pa më parë mua direkt. Skam. Por e darë se s'kam pyetur. Skam. Se di fare për çfarë bëj. Skam direkt pas e flasim. Edhe në Gjirokastër, edhe në Korçë, që I mbajnë kështu si njerëz që janë kursimtar. Unë se di nga kanë dalë to më vëlla. Kjo kur na sllo. Ne jemi bekrinj vëlla. Fjala bekrinj e kemi kështu, domethënë njerëz që prishim lek, kavaliera, zotërinj. Vazhdo, ë? Në të dyja mua më ka ndodhur një sot. Po jemi dhe okay, tjetër gjë ti është një koqir I mirë, siç jemi ne, domethënë që edhe duhet bër patjetër një krahasim mes. E programojmë për shembull unë në Evropë pash janë një koqir të mirë, kanë program. Don. Tjetër gjë është kjo, dhe tjetër gjë është që mos prish asgjë, jo moja vëlla, ne. Edhe dim të prishim edhe dim të do lejonte një korçar tipiku që një ti që të ndane I fatura 50 me 50. Jo, në asnjë mënyrë. Për shembull historinë time nuk ka bërë baki që të ulem unë me femër, me shoqe, me të dashur, me grua, me çfarë mund të kem qenë gjatë jetës time dhe të ketë futur femra dorë në xhep. Unë kam për ofendim. E pra, kjo do ishte problem. Shkoj në Suedi për shembull që kam vllajin që ka kaq vite andej, ulem ta pa problem. Po jo vetëm të dashur dhe burrë grua. Burrë grua. E të mërshme duke. Jo, ka një gjë që atje s'ta lejojnë as graci që ta paguash. Nuk është puna se nuk do ti, mbase ti do, po s'ta lejon. Se besoj thell tani kush është ajo gocë që nuk ka qenë. Po se di mua shumë kanë këtë mentalitet, po gjithsesi duhet I lutesh shumë dhe ta bësh I komode të kuptoj që nuk e bëj sepse s'ke ti. Nuk e bëj të të ofendoj, nuk e bëj po thjesht gentilese, nuk edhe ata që kanë vetëm shumë 50-50 në çdo aspekt, dhe në anën e seksit dhe në anën e të gjinisë, kanë fjalën, dhe në anën që kush e ti ma paguash kuptim se unë kush jam. Por varet si ja servir këtë pagesë. Në vërtetë, kjo është shumë. Varet si ja servir, po si ja thua. A ke njohur ndonjëherë në një korçar dorë shpuar? I pari, jam unë. Çfarë thotë, më falni. Po dua një shpjegim për çfarë përdore dorë shpuar. Dorë shpuar që s'ke, stëri lekun në dorë. E ke dorën edhe ke një vrim të dora. Edhe çfarë do lloj gjëje? Nuk të ri leku, jo se nuk ose xhep shpuar. Po, të bie leku nga xhepi. Si bën lekut? Po e pushkaton. Ti ç'i bën në këtë rast? Viola e kam zgjedhur, domethënë nuk dua të bëj ndërtime, të kem suvara dhe të kem vila, po unë dua të bëj udhëtime. Dhe sa herë mbyll syt në shtëpi, kam shumë gjëra për të kujtuar. Rrugës kur po vija tani me shokun tim, I shpjegova që kam parë gjysmën e botës dhe kam investuar thjesht në udhëtime. Dua të udhëtoj. Ke një udhëtim që do ta përsëritje pafundësisht? Po jo, në Las Vegas në 2007 kam kaluar bukur, paçka se ishte shumë vap. Ishte fund gushti plus 50, ne dilim natën si bufët. Se është dëshkretir atje është kështu, si bufët, por atje kemi qenë me Lefteris Pantazis një tur për diasporën greke, dhe për shqiptarë që vinin, por në përgjithësi ishte për diasporën greke, ishim në shtete dhe e keqja më e madhe që unë kam patur dhe ndër Amerikën dhe ishte era parë që shkova në Amerikë, shkuam në Las Vegas Tash duket I ta provoni atë shihen të shkosh në Las Vegas në orën
3 të mëngjesit, tu ulesh me avion, shikon një qytet që digjet në mënyrën më të bukur, më perfekte. Me drita Hangover për Las Vegas. Më kupton? Dhe ne kemi parë nga televizori. Ne shkuam në Caesar, ndonjë javë në Caesars Palace ku këndonte Celine Dion dhe një javë në Venecia. Okej, si dhe ne dham koncert në Hotel Paris, për shumë 25.000 greka atje, kupton? Si ishte ta dëgjoje Celine Dion nga afër? Celine ishte ëndër sepse unë thash jam profesionist, domethënë nuk jam rastësisht në muzikë, kam studiuar, e kam trashëguar dhe jam dhe detajist si njeri, atje pash domethënë unë kam parë shumë koncerte, që nga Michael Bolton, që nga Joe Cocker, Ramazzotti e tjerë, Michael si ishte George Michael, po. Shumë të tjerë, por si ai koncert, domethënë ai ishte një mrekulli. Ai ishte një mrekulli, ishte një ne tash ishim Caesars Palace, që ndonjë javë unë shkova 2 herë. Dhe Celine Dion dhe jep Top Channel shumë herë atë koncert. A New Day Has Come. Tani, Celine Dion e dim është ikonë e muzikës div, patjetër, pa diskutim, por fatkeqësisht diçka e ka ndodhur me zërin. A është kjo frika më e madhe? Jo, nuk është me zërin, nuk e ka me zërin, më duket se ka një sëmundje autoimune. Po ka një sëmundje e cila e pengon edhe në gjithçka pengon ai. Po, kështu që a është frika më e madhe e një artisti në muzikë konkretisht në këtë rast, nuk e di në një moment krejt papritur të nuk do këndoja, nuk e di çfarë do bëja nëse nuk do këndoja. Jo për shumë për mbietesë, po mënyrën e jetesë, mënyrën sepse unë në sken qaj, në sken bidashuri, në sken qesh, në sken inatosem, në kuptimin që gjitha ndjesitë që mund të kem si njeri, si artist, i gjej dhe i karikoj bateritë e mia në sken, më kupton? Pra, ty skena nuk të lodh. Jo, absolutisht jo. Ty skena të shlodh, të jep energji. E lodhura mua më të shlodh. E kuptoj. Sa e bukur kjo. E lodhura, domethënë kur unë lodhem dhe publiku kënaqet, unë mund të jem fizikisht down, shumë down, por shpirtërisht jam lart shumë. Edhe pak shumë kam qenë në një vend në Korçë një herë, kam kënduar 4 orë pa shkëputje. Po si mban zërin 4 orë? Jam vërtet kurioze te. Sigaria është alkooli që si kam në menu. Fare. Edhe një jetë të mirë, të shëndetshme në kuptimin e fiskulturës, të vrapit, të ecjes. Domethënë jam i menaxhuesi mirë i jetës time personale. Po ka pasur ndonjë moment që zëri ka pësuar dëmtim afatgjat, ke pasur nevojë për një kohë për rikuperimi? Jo kjo, po kur kam patur 3-4 koncerte bashkë, në shembull në një për shembull, kisha shumë frikë të natën e vitit 3 se isha në 4 koncerte nga 1 orë, natën e 31-shit. Thash si u ta përballoj. Nga një vend tjetër, Nga një vend tjetër. Mi po është stres më vete, sepse ndryshe është thjesht një lokal që do këndosh 2 orë dhe ato brenda 2 orëshit ka ulje dhe ngritje, këndon publiku, më kupton dhe bën një bisedë, një diçka. Kurse çdo një orë që shkon atje do të jesh shumë stand-by. Se je nga fillimi. Je nga fillimi çdo një orë. Shikon njeriu tash çfarë do jap këtu. Ai se di që ke qenë diku tjetër ti. Ai se din që më je ngarkuar me gurë, kupton? Ose siç edhe ti nga Prishtina. Po. Kështu që më ka ndodhur, po shumë herë flet eksperjenca pastaj. Okej, patjetër, edhe kjo është pjesë përbërëse shumë herë nuk kemi shpirtin e dur që t'japim, po flet eksperjenca dhe balancohet. Flasim në shijen që merr publiku, sepse publiku jam paguan, publiku nuk do të di se çfarë halla ke ti. Pikërisht. Në subconsciencë kjo se do t'i di, më kupton? Ai vjen edhe unë i them gjithmonë, i la xhaketat jashtë, i la palltot jashtë. Këtu me këtë shprehje kam që i la jashtë në kuptimin që lerni hallet. Të gjitha hallet në jashtë. Edhe kjo duhet funksionojë njësoj ku do të shkojmë, dë freuni, harrojeni ç'kemi sepse atë hallet aty nuk marrën kurrë. Po zakonisht përfundojnë duke qarë njerëzit, duke menduar. Kisha një këngë viola në fakt në vitin 2011 që isha pjesë e këngës magjike e cila mori këngën Best Ballad, akoma se besoj. Edhe të them drejtën, isha një lokal në Tiranë atëherë që ishte stabil, një 6 muaj. Ajo këngë u bën një himn për shumë femra që vinin që kishin probleme ndarje. Kam pa lot femra ato 6 muaj sa kam plasur kur i thon. Në gjithmonë, Po, shumë. Akoma se besoj ishte ishte nga baladet e mia që vërtet është ka ngelur do ngelet në klasiket e këngëve të mira të mia. Po lot burash. Po jam i pari që i s'është vëra ti der dikush. Kur mua më pëlqen diçka në skenë dhe jam në atë botën time, mund të der di lot për shkakun që mua më vdiq babai për shkakun. Në 2007 dhe shkota këngën Peng, që mora pjesë në festival. Para se të dilnja unë lotova shumë, thash si do dal tash.
Si u ta përballoj thash. Çfarë e forcon njeriu në ato momente? Të paktën ty si Davis. Dhe në emër të përvojës, Viola. Po dhe këpucët e mia janë shumë të rënda, nuk i vesh dot çdo njeri. Kem bash 42, po nuk i ngre dot, sepse kam vrapuar shumë në kuptimin atyre që jam sot unë si artist. Kam parë shumë skena, kam parë shumë situata, dhe të gjitha këto është një fjalë ato që nuk do vdesin të bëjnë më të fortë. Kështu që përvojat e mia të jetës janë shumë. Kështu që duke futur dhe atë që babai im donte që unë tisha ky që jam sot. Babai im ishte profeti im sepse ka një gjë, unë e kam thënë edhe të tjera që dolën pak atë për shkak si ka. Jo, s'dalim nga tema asnjëherë. Këtu jemi për të shkuar nga një gjë tek tjetra. Jemi tek Devis Xherau, kështu që nuk dalim nga tema. Kudo që të shkosh je ti. Unë jam profeci e babait sepse në kohën që kam lindur unë, në atë kohë nuk mund të shkojnë dot gjinin e bebes. Kështu që nëna nuk e dija se çfarë do linte na ime. Edhe babai që ishte tifoz i Elvis Presley dhe i Demis Roussos. Nëse do bëhet djalë, tha, kemi Elvis, kemi dhe Demis. Do gjetë diçka në mes. E kështë gjetur emrin Davis. Wow. Po. Ai ishte filo-amerikan në dëgjime, se thash, në lidhje me kushërinë që kishim dhe ishte edukuar në këtë pjesë. Dhe kishte edhe kjo pjesë e Korçës, në lidhje me Amerikën. Po lindi djalë, do t'ja vëmë emrin Davis, dhe ky do bëhet artist. Këngëtar. Unë linda djalë, ma vuri emrin Davis, unë u bëra këngëtar. Kështu që një farë mënyrë janë profecia e babait dhe duke kënduar babait që më bëri ky që jam sot në kuptimin e disiplinës të jetës. Tash baba ti që aty sipër nuk do më lesh mua që unë ta prish këngën tënde në festival. Ti do na japësh forcë. Dhe duket se njeriu merr forcën. E mora forcën ato. Paska se ishte edhe koha e pandemisë dhe festivali u bë jashtë në atë kohë te kolonat. Ishte një ftohtë i papara atë. Ne s'do dilim në xhup, se s'dilim dot ishim me kostum. Do interpretojës po e ftohtë atë e suporton shumë emocionin, kupton? Po, se përqendrohesh në diçka tjetër. Po, kjo emocion nuk e ndihmon emocionin e ftohtë, e të shkatron kur ke ethe, kupton? Edhe nga e ftohta. Po ja, gjitha këto bën që unë dilem me sukses në atë këngë, e performuar në mënyrë më të denjë, domethënë, këngën Peng.